e një ndodhi që ndoshta e kin dëgju edhe një herë që transmeton njani prej atinve që i kanë gjegë rrugën e pejgamberit sasem, ata e kanë quajtur Ebu Kudame. Ebu Kudame ka qenë një njeri që Allah subhanahu wa taala ja pat dashuru luftën rrugën e Allah subhanahu wa taala. Ebu Kudame transmeton dhe tregon sa porsa ishmi në batën dhe oborin e xhamis pejgamberit sasem, ishim ulur me shokët e mi mara shumë pikën dhe më tha sa një Ebu Kudame, sa ti ki mor pjesë në shumë lufta, ti e aj që Allah ta ka dashuru luftën. Ja Ebu Kudame, në tregon një rast ki ka qenë ma interesant të ti, edhe ma i quditshëm për neve, në tregon që ka ndodhë jetën tonë, sa wallahi sa do t'ju tregoj, ndëgjoni Allah zni, sa se shabu ju tregoj dhe sa kam përjetu, sa une jam një njeri që Allah ma ka dashuru luftën rrugën Allah, por sa ishte me një luft, sa më përcjellën dhe më shkun me një vend në qytetin Raqqa në Irak, sa shkova me blen anë të luftën, shkova dhe me lit ndimat i musliman, me zgjatë dorën dhe me ndimu musliman kundra amikve të Allah s.a. Sa kur më rinën këtë qytet Raqqa, sa erdha ati dhe e mora një shpi me tjera, sa dhe njerës njëfqin edhe me jam mundësun që në gjami të vlasve të nditin luft rrugën Allah subhanahu wa taala, sa mbarova ligjeratët shkova në shtëpi, por sa ishte natë, sa mesi natës dhe poto këtë dera, sa vja po i thamë me veti o i halë, sa kushan këtë vatë, ka kanë se njëtë këtë vetë, une jam këtu ja bandji, kush të qenë këtë vatë që vjen më trokit derët, sa të repa, u vesha dhe dolat e derët, e hapa derët, sa ja po e shok një plak, e më bështjellën mirë dhe mbulu, dhe po më thot, ati je Ebu Kudame, ati je Ebu Kudame, sa po i loke pa une jam Ebu Kudame, sa ati e si folën gjami dhe në ndite në luft, sa unë mere se këtë tash në në tonë, sa edhe më vaselam dhe shkoj, po tham, oj bla, prej nga jetë, kush jeti, sa shkoj ajo edhe vashe rrugës, sa hina mrena në vila derët, sa e hapa këtë qashne, sa e posh një letën në ta, ndëgjëm kjo plas që i kishkrujtëm Ebu Kudamet në këtë letër, po i thonë të ja Ebu Kudamet, une jam një plas e vetë, burri jam ka vdek vjet në luft, vlasit e mi kanë vdek për vjet në luft, ja Ebu Kudamet, në ndite me dhonë për rrugë Allah subhanahu wa taala, sa për nuk kam vallahi kur gjonë, sa vetëm ta Allah mi pasduru disa flokë të bukura, sa që to i shkortova dhe marova një prej, që këtë prej kam qërë që i kalitan që a lirë, a disko disbras, e nëse dhënë Allah të plonosët me lunin e luftës rrugën e Allah subhanahu wa taala, a për nga meri sasem ka thonë, a i njeri që plonosët me lunin e gjihadit në rrugën e Allah, ka për të gjekë gjami gjenimit, kam dëshirja Ebu Kudame, që flokët e mija të plonosët me plunin e gjihadit, në manirë që të shpëtoj dhe të fiqoj gjennetin Allah subhanahu wa taala. Ja Ebu Kudame, sa e kam një gjallë të rishë 17 vjeqar, sa po pasi ka qenë që a i sot ashtë në tim. Inshallah, në dhe këpet para se me ututi do t'a jep me vetit, do t'a jep që ta që e kam më shkrejtin që e du më shumë, se e kam një vajzë në mbjeqare që dhe kanë kërkan se kam. Sa u që dita me këtë lak me këto fjallë, u që dita dhe me veprën e asaj që e ka punu, sa er dita me datë, sa u pregaditët, i mora artë, i mledhëm shok dhe po dalmi dhe po shkoj. Parde i sa zulëm të Nikalaja, që e kanë qujt ka jelaja Abdul Melikin i Sulejman, sa kur mrimëm të Kalaja, Peshov Nikalor po vapon me kali dhe po vjen dhe po basen, ja Ebu Kudame, ja Ebu Kudame, po i thamë shokve të mi vaj halli kushan kisi po vjen, sa hek një ju, unë dhe ta pes ata, ta shok se shka po kërkon për me, erki gjalli para konve të Ebu Kudame dhe po thot, elhamdulillah, ta elhamdulillah që Allah ma mundësoj me zanja Ebu Kudame, ta filan, sa kush je dhe qka kërkon prej me, sa
s'kjellën frenin litarin e kalit. Sa kush është ajo gruje? Sa ja baku dëmë, shpejt e pazavu. Sa jo t'laka ti ta nga s'kjell, ajo e nana ime. Sa e ti shka polit, sa unë e zut marrë tjet, edhe unë e vdes si baba im, edhe si taj Allah e mi, sa pitoj gjennetin e Allah s'pano dan. Sa o klët, sa po mdo këshiri, po shpada e ftirën të shoh. Nëse shoh se i kje shenjet e firmëjri, sa të këtaj prap. Nëse je e po gur, sa të marrë me veti. A shenja e firmërit edhe burit ishte mjekra, edhe s'pulloj këftirën, e pasër ftirën e ati aplikime mjekër si kishte dalë. Sa ti gjallë, sa kanë shëjri këse unë shpit, kujdesu për nënën tone, nderoja ta dhe respekta inshallah fitan gjennetin Allah subhanahu wa taala. Sa ja pa ku damë, a din se nona ime që më ka thonë kun ka përse, sa qka t'ka thonë nona ite, sa kur kam alë unë e pjosimit atë dushkëm dhe më ka përqafu dhe më ka thonë, o birjem, hep shpejt zëzane e bukodemen, ta po merë halalëk nona, momentin e fundit sa po darë, më ka përqafu dhe më ka shtrengu fort, edhe po shqitën në qelë dhe po thot, o zot imam, kja loqka e zemrës time, kja hedija ime që e kam pregatit për tije, o zot imam pënëj, o zot imam të lutem, gjallin tem edhe njëherë në shtëpi mos më të fe, o zot imam të lutem, gjalli im inshallah me balë kundar mikut vdem, edhe shkon të baba i ti, shkon edhe të daj Allah ti, edhe ndërmjet shkon edhe për muë, dhe fitojnë gjennetin e Allah subhanahu wa taala. Zot i ma pranoj, wallahi nuk kam hedije, më të shrejta ja për tije se këta e kam loshkën të zemrës time, pranoj o zot i ma, edhe sa o biri jam, kam dëshirë që edhe njerë, inshallah nuk takohëm në këtë dënja. Sa vjallë të nanës time janë që të fundit, sa une nuk fedhe vëllaj në shtëpi, sa po do të vi me tije. Sa kur mi thash të vjallë, sa se po të shore për mu, edhe me qenë të kishtë dëshirë që i rishte me mu. Sa po thot, ja bako dënë, une jam kalor si mirë, sa une edhe Kurani dhe di për men, sa vëllaj nuk kam po kalor s'ma të mirë, dhe vëllaj nuk kam po njeri që e përmen Allah ma shumë të aj, nuk kam po njeri që a gjërën zdo ditë të kuraj, sa dhe i sa në amroni, pa boj i fta, a i po të bëtë shpire shabu e sa, une do t'jem shërptori juve, kam qenë dikush izmet juve me jo bo, une do t'ju bak, sa atëra sa ullëm në një vend dhe pushu, që me angër edhe iftarin ati, banim bejnë Allah në sa une kam me ja pregatit iftari, sa na shkum me pushu, a i sa filloj me pregatit iftari, sa shok që tonë po thojnë, ka ndodhi me vëglushin u vënu vëglushi pas, qka ka ndodh, ka shkova me shigju, sa ingrati ishte lot, e kishte nur kokën me njëra, a kosia atije me e kju preta din të njërë, sa e kishte zonë gjumi, sa bako dama kur afroha, se a i se fata qep me apris gjumi, sa fillova për pasha ditë e une ushtimit, sa i filloj me ju pustet, sa dikur filloj me qesh me zonë e gjumë, po dhamë subhanallah, qka tu pak i fmi që po qesh ka qëmë, sa neze, sa shkundi minuta i dul gjumi, sa ma bani Allah, se në pas ka mor gjumi se vallaj, sa e kam veon bejnë Allah, sa unë e pregaditi, sa ja bako dame shko pusha, sa unë e pregaditi, sa ja fmi pusha se na kena pusha dhe ti unë e pregaditi, sa ja Allah, sa unë e pregaditi, e bako dama pa lejk të ma bete, sa po pregat o vëglër të u qesin gjumë, sa po qeshtë si kur qeshën të kush, sa me ndër kur shef, sa u vëglër qëfar ndër ki pa, sa ja bako dame më të ngushta, sa vallaj sa ki e me tregu, sa ki e share pa ma tregu mu, sa ja bako dame, sa po tregoj, me kush që mos ta tregoj shkurkujnë në të njësat jam gjatë,